Para se të na sherë, shpirti përgatitet në një botë të veçantë, larg një koha dhe hapësira. Ai ndodhet në një vend të qetë, të ndriçuar nga dritë e butë, duke pritur momentin e ardhjes në tokë. Shpirti mëson gjithçka që do t'i nevojitet në jetën e ardhshme. Dashurinë, durimin, sfidat që do të përballet. Çdo mësim është dhuratë dhe një test për të forcuar ndjeshmërinë e tij. Para lindjes, shpirti zgjedh prindrit dhe kushtet ku do të vijë. Kjo zgjedhje bëhet sipas misionit dhe energjisë që ai do të përjetojë në tokë. Në këtë fazë, shpirti ndjen një lidhje të fortë me universin. Ai kupton se çdo gjë është e lidhur, se cila qenësi, çdo ngjarje, çdo vendim do të ketë ndikim në misionin e tij. Shpirti shpesh ndjen vizione të jetëve të mëparshme. Kujtimet e tyre nuk janë plotësisht të qarta, por japin mësime dhe paralajmërime për atë që do të vijë. Shpirti ndjen një paqësi të thellë, duke kuptuar se çdo zgjedhje dhe çdo mësim e ka udhëzuar deri këtu. Është momenti i reflektimi para se të fillojë udhëtimi në tokë. Në këtë botë para lindjes, shpirti takohet me udhëheqësit shpirtëror, qenie të ndriçuara, që ofrojnë këshilla dhe paralajmërime për misionin që do të kryhet në tokë. Shpirti kupton se nuk do të vijë vetëm. Ai shikon shpirtra të tjerë që do të ndikojnë në jetën e tij. Miq, armiq, dashuri dhe udhëheqës. Çdo shpirt ka rol të rëndësishëm. Shpirti ndjen emocione të fuqishme, gëzim, frikë, kuriozitet. Ky është një test i parë i forcës së tij përpara se të marrë trupin e tij fizik. Momentet para lindjes janë të mbushura me vizione të së ardhmes. Shpirti shikon sfidat dhe sukseset që do të përballet, duke marrë forcë dhe motivim për jetën që e pret. Shpirti ndjen se është gati për të lënë botën e dritës dhe për të hyrë në trupin fizik. Kjo ndarje është e butë, e shoqëruar nga paqe dhe dashuri e pafund. Trupi që pritet nga shpirti, tashmë e pret. Zemra e trupit rreh ngadalë, duke krijuar një lidhje të parë midis trupit dhe shpirtit, që sapo po vjen. Në momentin e bashkimit, shpirti ndjen një lidhje të thellë me prindrit, si për të ndihmuar dhe për të mbrojtur. Ky është fillimi i misionit të tij në tokë. Shpirti shikon ambientin përreth dhe ndjen pushtetin e jetës së re që po fillon. Çdo gjë është e re, e paprekur dhe mbushur me mundësi të pafundme. Në këtë botë fizike, shpirti do të përjetojë emocione dhe mësime të reja, duke i dhënë kuptim çdo momenti të jetës. Çdo përvojë do të formojë rrugën e tij shpirtërore. Shpirti kujton botën para lindjes dhe ndjen mirënjohje për mbrojtësit shpirtëror që e udhëzuan drejt jetës së ditë të re. Çdo frymëmarrje e parë është një mesazh, jetë e re, mundësi e re, rrugëtim i ri. Shpirti tani është plotësisht i pranishëm në botën fizike. Shpirti ndjen se çdo ditë do të jetë një mësim, një mundësi për të realizuar misionin që u përgatit para lindjes. Çdo sfidë dhe çdo gëzim është pjesë e rrugës. Edhe pse tani i lidhur me trupin, shpirti mbetet pjesë e universit të madh, duke ruajtur lidhjen me dritën dhe energjitë hyjnore. Dhe kështu fillon udhëtimi i shpirtit në botën fizike. Çdo hap është një mësim, çdo moment një dhuratë, dhe çdo frymëmarrje një kujtesë e dashurisë së pafund që e rrethon.